unë e di kush jam. Unë e di çfarë kam bërë dhe çfarë nuk kam bërë. Veprimet e mia kanë qenë njerëzore dhe ligjore. Dërgjegja ime është e pastër, historia ime është transparente. Tani çdo kush mund ta shoh atë edhe në këtë proces gjyqësor. Duke mbyllur fjalën time, i nderuar trup gjykues, me respekt për secilin në këtë sallë, edhe jashtë saj, edhe pse mund të mos pajtohemi, duhet të theksoj, ne të gjithë jemi qenie humane, me prirje dhe mendime të ndikuara nga ata që na rrethojnë dhe ambienti ku jetojmë. Besimi im tek e vërteta dhe drejtësia mbetet i palkundër dhe dua të besoj fuqishëm se në vendimin tuaj do të mbisundoj vetëm e vërteta, pa anësia, drejtësia edhe ligji. Nderuar trup gjykues, duke qenë se dje ka qenë dita e pavarësisë së shtetit tim, kam vetëm një përshëndetje në fund për gjithë qytetarët e vendit tim. Urime pavarësia, ta gëzoni qytetarët e Republikës Kosovës lirin. Zoti e ndihmoft Kosovën dhe njerëzit e saj të mirë. Në fund, kam dëshirë të bëj edhe një përshëndetje të veçantë për familjen e një miku tim, edhe mbrojtësi cilin sot nuk është mesin tonë, Andrew Strong. Njëjtën kohë dua të falenderoj edhe ekipin tim mbrojtës për profesionalizmin e tyre dhe sinqeritetin në mbrojtjen time. Ju falenderoj gjithë.